تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Falëndërimi, lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve tij besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu na boft prej tyre. Padyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala na ka kriju në këtë dunja edhe na ka treguar qëllimin e krijimit në këtë dunja, e që në disa ajete Allahu subhanahu wa taala thotë se qëllimi kryesor, sepse Allahu i ka krijuar njerëzit edhe gjindët është për me adhuru atë, ndërsa në ajete tjera Allahu subhanahu wa taala e përmend se prej qëllimeve tjera që Allahu e ka krijuar robën në dunja është edhe me e sprovu atë. E pastaj në bazë të kësaj sprove Allahu subhanahu wa taala edhe me shpërbly atë në botën e ahiret apo në botën apo në jetën e përhershme. Pasi që besimtari vetëm se të kalon në ahiret edhe ta kryen llogarinë me Allahun subhanahu wa taala, pastaj të kalon mbi urën e siratit, e që është testi i fundit që do t'i bëhet besimtarit, që do t'i bëhet njerëzve në përgjithësi, është kalimi mbi urën e siratit, ata të cilët do ta kalojnë atë edhe ata të cilët nuk do kalojnë atë. Këtu është vlerësimi edhe dallimi mes njerëzve të sinqertë, të cilët kanë jetuar në këtë dunjë me sinqeritet, edhe atyre të cilët kanë qenë hipokrit apo ndaj atyre të cilët nuk e kanë njohur fare Allahun subhanahu wa taala. Ura e siratit ka përmend Allahu subhanahu wa taala se është ura testuese për njerëzit, e që në urën e siratit vetëm se vazhdon të ndizet atë del flaka e zjarrit xhenemit, Allahu na ruaj prej tina. E pas urës siratit vetëm se presin me lejke që Allahu i ka porosit me vetëm detyrë që me i marrën besimtarët edhe me i fut në xhenetin e tina. Allahu na boft prej banorëve tina. Thot Allahu në Kur'an ajetin të cilin edhe na e lexojmë në namaz: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin." Se Allah subhanahu wa taala thot ne do t'ju provojmë juve me diçka e cila është prej frikës, me diçka e cila është prej urijës, me diçka e cila është prej humbjes së pasurisë, prej jetës, prej futave të ndryshme, pastaj jepu lajme të mira atyre të cilët bëjnë sabër. Allahu në këtë ajet i përmend disa çështje që Allahu ty e sprovon në këtë dunja, me çështje të frikës së ndryshme, e që frika në shumicën e rasteve apo vese të ndryshme apo dyshime të ndryshme vijnë vetëm prej shejtanit të mallkum. Tjetra Allahu ku e përmend është edhe uria e që të prek në pasuri, uria dhe humbja e pasurisë e që të prek në pasuri, e që shumica e njerëzve momenti që prekën në pasuri, vetëm se kjo bëhet shkak që ata me e humbën edhe imanin e tyre. Për sprovës matron sot është edhe pasuria e pak, por edhe pasuria e shumt. Allahu subhanahu wa taala sprovën tek njerëzit e dërgon në disa nivele, e dërgon në disa çështje. Ka rast ku Allahu subhanahu wa taala dërgon sprovë për me e forcu besimtarin. Ja dërgon një sprovë nëse ai është dërimtar, vetëm se bëhet shkak që përmes asaj sprove ai me e rrit imanin e tij dhe mu forcu në fenë Allahu subhanahu wa taala. Ka rast tjetër që Allahu i dërgon sprovë besimtarëve për me i shpërbly ata. Në bazë asaj sprove Allahu me i ngrit ata në xhennet. Edhe sprova tjetër që Allahu subhanahu wa taala ja dërgon njerëzve, Allahu na ruaj prej kësajna, është ja dërgon në formën e dënimit. E sprovon Allahu dikon për njerëzve në dunja për me e dënu ato qysh prej dunja. Për rasteve të ndryshme që mujna me e përmend në lidhje me këtë është ku Allahu disa për ju jep pasuri të shumtë. Ju jep pasuri të shumtë, e që në shumicën, në syrin e shumicës njerëzve ajo është jeta më e mirë që ajo është të e bëhe. Është kënaqësia më e mirë. Ky i ka qit punë dyzen që thonë kështu në popull. Ky vetë se është u kënaqur, i ka tana të mirat, e ka këto, e ka këtë kerr, e ka këtë shtëpi, i ka shkon ku don pushim, ky s'ka problem hiç. E që ndoshta atë pasuri që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë këtina, edhe e ka furnizuar këtë, është dënim për tonë këtë dunjë se ai më nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala. Duke qenë prej Abdullah, prej robi Allahut, shndrohet njëri në abdu dinar në rob i parës. Kjo është çështja edhe gjendja më e rëndë që mundna me pas dikush prej ne. Por së është edhe e kundërta,
e që prej duave të më shpeshta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka bërë që Allahume inni a'udhu bike minel kufri wal fakri wa adhabil qabr. O Allah, unë kërkoj mbrojtje prej teje, prej fjale, prej çështje, prej rrugës e cilat çon neve në kufër në mohem, prej varfërisë edhe prej dënimit të varrit. Në mesin e këtyre 3 fjalëve, 3 duave, pejgamberi sa përmend edhe Allahu më rrit edhe prej varfërisë, sepse nganjëherë varfëria e skajme, varfëria e shumë e bën që robi mos me njoft Allahun subhanahu wa taala. Ju po thoni se Allah na furnizon, po që unë s'po kam. Unë më nxi pia dal, unë këto vazhdon njëri me ukoj, e që ajo mund që nëse e kish vepruar të kundërtën, kish më qenë në sprova për to që ai më fitu xhenetin në Allah subhanahu wa taala. E kena përmend edhe në hutbë dia se çështja e jetës është jetë e shkurtër, është një moment të cilin ti ke kaluar. E që momentin që robi e shtin komën e tij në xhenet, ka me harruar krejt atë dhimbje që ka pasur në dynjë. Krejt ato sprova që ka pasur në dynjë, ka me harruar momentin e parë që ai veç hin të dira xhenetit. Halo pa hyr brenda në xhenet edhe me I pa këtë knatësi. Por se moment që ai veç hin me komën e tij në xhenet, I largohet gjithë ajo të cilën ai ka përjatuar për jetën e dynjë. Prandaj ajeti të cilin e përmend është se e përmbledh të gjithë jetën e besimtarit. Ajo se për shkak duhet me jetu na është me e bëhet kundër të kësaj. Me jetu me frikë, por me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse sprovohemi me durue për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allah thot wa bashiri sabirin. Ata të cilët durojnë ndaj këtyre që na I përmendëm, atëherë përgëzoj besimtarët. Cil besimtar? Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu, kur ata I goden ndonjë fatkeqësi. Ata besimtarë të cilët I goden ndonjë fatkeqësi thojnë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ata Allahut jena edhe te Allah subhanahu taala kena më u kthye prap. Kësë provë që na ka godit tash, Allahu e ka dërgu. Këtë humbjet pasurisë që na ka ardhur tash, Allahu e ka dërgu. Këtë pasuri shumë që e kemi tash, prap Allahu e ka dërgu. Nuk po kemi fëmijë, prap Allahu ka dosh këtu. Po kena shumë fëmijë, prap Allahu ka dosh me të furnizuar tyje me shumë fëmijë. E gjëra të ndryshme të gjitha këto besimtarit duhet me pasën besimin e plot në çështjet e kados dhe kaderit, në çështjen e caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj, kjo nuk është mallkim për dikon për njerëz nëse Allahu ty të ka zgjedhur me sprovuar shumë. Nuk është se Allahu është të mallkuar ty. As nuk është se Allahu nuk po don ty. Por se përkundrazi ajo është problemi I Allahut që ty të ka zgjedhur Allahu me shpërblyje prej dynjë edhe në ahiret vetëm se me ta vazhduar rrugën tënde. Vetëm se me ta vazhduar rrugën tënde. Allahu subhanahu wa taala në ajete ndryshme përmend se inna Allaha ma'as sabirin, se Allahu është me ata të cilët bojnë durim. Inna Allaha yuhibbu sabirin, Allahu I don ata të cilët I bojnë durim. Prandaj dietarët thonë se Allahu subhanahu wa taala kanë e don prej njerëzve, edhe kanë e zgjedh prej njerëzve, ai e zgjedh ato edhe me sprovue. Andaj asnjë njeri në tokë të cilën Allahu subhanahu wa taala ka krijuar në këtë dynjë dhe ka krijuar në këtë dynjë, nuk ka më shpëtuar edhe nuk ka më larguar prej kësaj dynjaje pa u sprovuar të paktën me diçka. Pa u sprovuar pse? Se kjo është test edhe është ligji I Allahut që e ka krijuar dhe ka bërë për njerëzit e tokës. Prandaj thot Allahu e hasiben nas yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A kanë menduar njerëzit se na I kena lënë ata të lihen e të thonë se na kena besuar Allahun subhanahu wa taala e të mos vijnë sprovë? A mendojnë njerëzit na me thonë se na tashina muslimani na besimtarë besojnë Allahun e besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ata mos provojnë dhe me jetuar jetën e kësaj bote. Përkundrazi, ata të cilët kanë me besuar Allahun subhanahu wa taala do të vijnë në këtë teste, që ai duke e besuar Allah, a e ke pranuar Allahun subhanahu me të vërtetë apo jo? Se ka për atyre të cilët thonë se na e besojnë Allahun, por se në veprat e tyre e bojnë ato e cila është e kundërta e fjalës tyre. Edhe në hadithin e saktë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi bala'un al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Njerëzit që më shumë te Allahu subhanahu wa taala I ka sprovuar, edhe I ka gojë me sprova në këtë dynjë janë pejgamberët. Njerëzit të cilët kanë pas misionin më të rëndë, misionin kryesor prej Allahut subhanahu në tokë, me I largu njerëzit prej errësirës dhe me I fuata në dritën e udhëzimit, në dritën e Islamit. Allahu pikërisht ta njerëz, pikërisht ai I ka sprovuar më shumëti. Pastaj thot, mas pejgamberëve janë fel amthalu wal amthal, janë ata të cilët janë si ta që mas pejgamberëve vinë vetëm se vinë dietarët, duke u bazuar me hadithin tjetër kur thot el ulama warathatul anbiya, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dietarët, hoxhallarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Allahu mas pejgamberëve ka më isprovuar këta njerëz
Pastaj mas hoxhallah vijnë njerëz të tjerë janë besimtarë të devotshëm e pastaj grada më ulët deri te grada më ulët e njerëzve. Nëse e shohim në historinë prej njerit parë deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gjithë pejgamberët i ka shpëruar me prova të ndryshme. Porse përveç tonë edhe mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit më sprovuam kanë qenë sahabët, pastaj edhe dietarët deri në kohën tonë sotit. E shohim se Imam Abu Hanife, Allahu më shërov, se përkundër asaj që e ka pas jetën të angazhuar për me i shërbyer Islamit, edhe me i shërbyer fikut, jurisprudencës islame që më ja bën njerëzit të ditur çështjet e hadithit, çështjet e fikut, Allahu subhanahu ka sprovuar këtë njerëz. E sprovoi me tortura ndryshme në kohën që ai jetoi, e sprovoi me burg me jetë gjatë aty në kohën që ai jetoi, e sprovoi me shpifje të ndryshme, sepse Abu Hanife ka jetuar në kohën ku vetëm se kanë vazhduar me u përhapën hadithet e dobta apo hadithet e shpejta. Prandaj në shumicën e rasteve në fikatjet e Imam Abu Hanife e gjejna se Abu Hanife nuk ka pranuar hadith i cili ka pas shumë transmetues në mes sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porse e ka gjetur rrugën më të shkurtër për me pranuar hadithin. Edhe kjo ka qenë me shkakun e me qëllimin e vetëm se për me u larguar dyshimeve edhe haditheve të dobta. Andaj sprova çdo herë kanë ardhur në formën e pastrimit ndaj tyre. Imam Shafiu ka pasur të njëjtën gjë që ai ka përjetuar Imam Abu Hanife. Imam Maliku ka pasur të njëjtën gjë saçi prej torturës të mëdha, prej terrorit të shumë të cilën ja kanë bërë kurrë tina, nuk ka mujt më as durët e tina me i lidhur namaz, por se është falë me durët e poshtë për shkak lodhjes të mëdha edhe terrorit, torturës të mëdha të cilën ja kanë bërë kurrë tina këtij imami. Edhe i fundit prej imamëve ka qenë Imam Ahmedi, i cili në kohën ku ka jetuar përveç fitnës e cilën e ka pasur në Mu'tazilit, çështjen e Kuranit, sa është Kurani fjala e Allahut apo është Kurani i krijuar, ka pasur torturën tjetër që ka net për shkak kësaj fjale, ai ka net jetë gjatë derisa ka vdekur në burg atje. Porse kjo ka pasur edhe dobien e vet. Sprova e tina, që ndryshmëria e këtyre imamëve sprov e ka pru që na sot me adhuru Allahun subhanahu wa taala edhe me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mënyrën e saktë dhe në rrugën e duhur. Nëse Imam Ahmedi nuk kishte më kohë për atyre që kishte dhuruar sprovën që e ka pasur, na sot e kishte ditën se Kurani është i krijuar me fjalë e Allahut. Allahu na ripërsona. Porse është bërë shkak Allahu subhanahu wa taala ka dorë që Imam Ahmedi me kohën e qëndrueshëm në këtë provë, sepse talebet, nxënësat e tij janë kënë jashtë burgit, duke e pritur se çka po thotë Imam Ahmedi edhe për me shkruar në fletore, edhe mu përhap ajo në botë. Imam Ahmedi thotë se Kurani nuk është i krijuar por se është fjala e Allahut, edhe u shkruaj fjala e Allahut, edhe sot e kësaj na e dinë se Kurani është fjala e Allahut, sepse ka qenë fitnë e madhe. Pastaj mas Imam Ahmedit, e njëjta është Ibn Taymija, i cili ka vdekur në burgun e Damaskut atje. Në kohën e tatarëve. E mas tyre gjithë imamët e tjerë, gjithë njerëzit e devotshëm janë sprovuar me sprova të ndryshme, e që kjo ka qenë vetëm pastrim për ta, edhe për me vazhdu Allahu subhanahu wa taala rrugën e tij edhe fejen në zamanin të cilin na jetojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma yusibu al-muslimu min nasabin wala wasab, wala hum wala huzn wala adha wala gham." Asnjë lodhje, as një smundje, as pikëllime, as dhimbje apo dëm që e godet muslimanin. Madje as edhe një gjem, vetëm një therr që i heng tina në trup nuk ndodh, veç se Allah subhanahu wa taala ta bën atë shkak që tina më ia shlyen ndonjë mëkat. Ti je të punuar punën tonë atje. Ndodh një plagë e vogël. Ndoshta gjisëm edhe veç pak, kjo nuk ndodh pa dinë Allah subhanahu wa taala edhe pa lenë Allahut. Edhe Allahu këtë e bën vetëm me shkakun që me ta shlyej ty ndonjë mëkat të cilin ti e ke. Askush për njerëzve nuk ka nevojë më shumë se sa na sot për më na fal Allahu mëkate, sepse çdo ditë që jetojna bojna mëkate pa mos. E Allah subhanahu wa taala dëshiron që përmes provës më të vogël me të pastruar ty edhe me të ngrit ty e gradat e larta në xhenetin e Allahu na bëj tina. Prandaj, kjo do të thotë se edhe smundjet të cilat Allahu na dërgon neve, edhe humbjet të ndryshme që Allahu subhanahu wa taala i dërgon tek ne, edhe dështimet të ndryshme që Allahu subhanahu wa taala i dërgon tek ne, janë lloje prej sprova që Allahu i dërgon për neve për me na pastru edhe për me na i fal neve mëkatet. Shumica e njerëzve të cilët kanë biznese të ndryshme ndodh që një herë për herave i ndodh që biznesi me shkuar të poshtë, me pas një dështim të vogël ose një lëshim të vogël, edhe për moment ai vetëm se vazhdon edhe me i hub vullnetin tina për punë, me e largue menimin e mirë për Allah subhanahu wa taala, pse ndodhi mu kjo, unë nuk nal asnjëherë të bëj mirë, nuk ka njëri që nuk i kom një mua, kom bëj mirë aty, kom bëj mirë aty, pse bashkëmuaj më ndodh kjo, vazhdon me kukate që kjo është prej mos mendimit mirë për Allah subhanahu wa taala.
A jena në të sigurt se na nuk kena mëkate edhe nëse bujna mirë dhe nëse japni sadaka shumë? A jena në të sigurt se kena me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala edhe nëse kemi prej atyre që po bësh mi shumë vepra të mira? Ti nuk e ke xhenetin e sigurt. Ti nuk e din se çka kemi përjetu çka ka mendon me ty pasi që ti vdesësh. Prandaj Allahu dërgon tek na sprova të ndryshme, gjendje të ndryshme për me na pastru neve, sepse ai e di gjendjen tonë edhe më mirë se sa që na dina për veti. Nëse vazhdojna me lexuar Kur'an, kena me pa histori të ndryshme të pejgamberëve të ndryshëm, se si Allahu subhanahu taala i ka sprovata me sprova, madje sprova që ndoshta sot vetëm me përmend, i mbesin vetëm si çështje e historisë dhe nuk mundna me imagjinu se dikush prej njerëzve e ka përjetuar apo e ka jetuar çatje. U kon ai Ejubi alayhis salam. Ejubi alayhis salam Allahu subhanahu taala e ka sprovuar me humbin e gjitha të mirave. Gjithë sen që Allah e ka begatuar ato, në fund jetës tina e ka sprovuar që me humb për pasoninë, me i humb fëmijët, edhe të fundit, që është më e rëndësishmja se kitë këtu, me humb edhe shëndetin. Sa që transmetohet se çast smundje të rron ka pas Ejubi alayhis salam, sa që me kohën ka vazhduar me i ra copat miqit, me i ra për trupit tina. Mas gjithë kësaj që i ka ndodhur tina, nuk ka asnjë transmetim vetëm se Ejubi alayhis salam e ka lut Allahun që me e shëru ata. Apo e ka lutë Allahun që mi ja kthi fëmijët atina, me furnizu me fëmijë. Apo e ka lutë Allahun që Allahu me furnizu me pasuri, prap edhe pse i ka humbën gjitha. Po mbas gjithë ai tha Allahu subhanahu wa taala, inni masanni durru wa anta arhamur rahimin. Pa dyshim se mua ndoshta më ka prek vujtja, më ka prek ky zara, më ka prek kjo bela, por se ti Allah ti je më i mëshirshëm, më shumë mëshirues. E ka humbë pasurinë, i ka humbë fëmijët e vet. Në fundit ka vazhdu me hup edhe shëndetin e vet, edhe nuk i ngrit dur të Allah subhanahu taala për me thonë që Allah shëron, por se i thotë që ndoshta mua më ka prekën kjo belo, kjo sprovë, por se ti je më i mëshirshëm, mëshirues. Sa prej neve e bujnë ana këta. Një grip i vogël na bjen, një koll na rrok, hund pak na shkojnë, fyti pak na djeg, vazhdojnë në atë moment me bue dua ndryshme Allah shëron, me kthema këto, e bëma këto, edhe e harrojnë këtë sa ajo është më i mëshirshëm, mëshirues. E harrojnë këtë sa Allah subhanahu taala e ka përmes kësaj sprove don me na pastru neve. E harrojmë krejt se Allah subhanahu taala përmes kësaj sprove don me na ngrit neve në xhenetin e tina. Prandaj nuk tha më shëroj Ejubi alayhis salam, por se e shprehu varfërinë e tina, butësinë e tina te Allah subhanahu wa taala. Përkundër asaj sprove, përkundër asaj smuje, ai prap me butësi e gjen mënyrën se si më ju drejtu Allah subhanahu wa taala. Prandaj tha Allahu në Kur'an, inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu innahu awwab. Pa dyshim se ne e gjetëm atë të dërueshëm. E kena gjetë Ejubin e them të dërueshëm sa rob i mirë që ishte ai, me të vërtetë ai është i penduar. Prandaj, nëse ti vazhdon me qenë i dërueshëm në sprovën tënde, bëhesh pjesë e këtij ajeti që Allah subhanahu taala e ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i treguar ngjarjen e Ejubit alayhis salam. Mas Ejubit alayhis salam e gjenti historinë e Yunusit alayhis salam. Allah subhanahu taala e sprova po që ishte me popullin e tij që nuk i binqin atina. Vazhdoni me përbuzje Yunusin alayhis salam, vazhdoni me nënçmuar Yunusin alayhis salam, derisa me një moment vjen koha që ai me u largue prej popullit tina, me do prej popullit tina, edhe me i ndodh sprova atje në det me çështën e balenës, edhe me jetuar në barkën e balenës atje. Allah subhanahu taala dëshon që duke e pa përmes kësaj sprove, Yunusi duke qenë i dërueshëm dashojna, e bën që barku i balenës në konën vend banem për të. Pastaj çka e shpëtoi Yunusin? E shpëtoi durimi i tina, edhe e shpëtoi dhikrit të cilën e bëni për Allahun subhanahu taala. Duke qenë barkën e balenës, vazhdon Yunusi me bë dhikr të thonë la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje o Allah, se ti je më i lartësuari, pa dyshim se unë jam kom prej atyre të cilët i kanë bërë zullum vetas. Sa prej neve thojna, kur kena ndonjë sprovë, kur kena ndonjë smundje, se unë i kam bërë zullum vetës tem. Është shumë e shtirë mja këty gishtin vetës, por se na matete kena mja bëhe gishte për shkak tina, për shkak kësajna, mu e po mdollin që të sene. A nuk e bojnë asnjëherë me dije vetës tonë se ndoshta për shkak disa gjinave që unë jam të i bë, ndoshta për shkak disa mos praktikimit fejes në mënyrë duhur, ndoshta mos për shkak mbështetjes në Allah subhanahu sa duhet, ndoshta mos adhurimit sa duhet, ndoshta Allah nuk është i kënaqur me adhurimin tëm, gjëra ndryshme me gjet arsye në veten tonë dhe para se me gjet arsye të tjera.
Yunusi alayhis salam me asprov që pa tha nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje Allah, se ti je më i lartësuari, padyshim se unë kom për atyre që i kom bua zullum vetes tem. Çka thot Allahu në vazhdim të ajetit, thot nëse Yunusi nuk kish me kom për atyre që kish me bua dhikr, edhe kish me kujtu Allahu subhanahu taala, na kish me merrën ato mbarkën e balenës deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit. Nëse na nuk jena për atyre kur na godem do nis prov, me kujtu Allahun subhanahu taala, me bë dhikr Allahun subhanahu taala, ndodh që Allahu as prov me bëhet dënim për ty, edhe ajo më bëhet barë për ty në ditën e gjykimit. Ajo më bëhet barë për ty në ditën kur dash për Allahun subhanahu taala. Prandaj një dhikr i pak të cilën e bën, një dhikr i thjesht me gjuhën tonë të cilën ti e bën, më ndodh që ty je me shpëtue për një sprove apo për një diçka tjetër që mundet me ndodh ty në jetën e vazhdim. Mësojna duhet me ditë na mbasoj ngjarjet të Yunusit alayhis salam duhet me ditë se dhikrit e cilën e bojna është lirim prej një burgu të cilën ti jeton në rrethin e kësaj dynjaje. Edhe historinë e fundit, çështja e fundit që mujna me u bazu në Kur'an për me ditë se sa janë kundër provën pejgamber të Allahut e kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që hala pa lindën disa muaj para se me lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vdes baba. 2 vite mas i vdes pejgamberi alayhis salam, i vdes edhe nana. Ajo se që transmetohet dikum 5 ose 6 muaj para lindjes së pejgamberit alayhis salam. Disa transmetime ka orë 3 muaj, disa transmetime ka orë 4 muaj para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka vdekur baba. 2 vite mas lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i vdes edhe nana. Mas një periudhë shumë shkurt i vdes edhe migja që u konën dora e djathtë që i kanë ndihmuar në çdo rrugë. Mas migjes i vdes edhe gruaja që u bua shkak që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëri po që e ka besu Allahu subhanahu wa taala mas që u shpall Islami ka qenë Hatixha radhiyallahu anha. Edhe ajo se çfarë transmetohet se Hatixha ka qenë prej grave të tilla u kon shumë e pastër, ka pas shumë pasuni, ku i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hatixha që ju kon i varfër edhe pasuroj Allahu me ty. Kuntu fakiran, thot pejgamberi, ju kon i varfër, nuk kam pas diçka për pasin, por se Allahu ka pasuruar me ty. Të sprova i ka ndodhur çish në jetën, çish me në fillim tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mas asajna i kanë vdek djemtë atina, që asnjë prej djemve nuk i ka jetuar më shumë se deri në 2 vite. Ka pas 6 muaj, 1 vjet deri në 2 vite. Pastaj i vdesin edhe vajzat përveç Fatimës, e cila vdes 6 muaj apo 1 vit mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç kësaj, këto vdekje, këto humbje të rona, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas prova edhe më të mëdha se kjo që njerëzit duke qenë i besueshëm në popullin e tina kanë vazhduar me thonë se ti je rreth. Ti je magjistar, ti je tradhtor, ti je këtu ti janë fjalë të rona. Janë fjalë të rona që më të thonë njerëzit afër ku ti jeton. Nuk kanë vazhduar me besu ato, nuk kanë vazhduar me përgjigjështru ato. Në çdo vend të cilin ka shkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me përhapur fjalën e Allahut, me përhapur Islamin, kanë vazhduar me i bë dëm atina. Thashë për njerëzit më të afër migja i tina e Abu Lehebi, çdo herë ka qenë pengesë për pejgamberin alayhis salam që mos me vazhdoi rrugën e Davetit, duke i qitën ndryshëm në rrugë, duke i qitën kafshë, në gora rrugë vetëm pejgamberi mos me ecë asaj rruge për me shkuar më lehtë për me bota vetë. Përveç kësajna, në Mekë ku lind dhe u rrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak zullum, për shkak asajna që i bënën sprovës që e kishte me popullin e vet, detyrohet pejgamberi alayhis salam me bëu hijret edhe me lënën Mekën, vendin e lindjes tina, vendin e rritjes tina, edhe me shku edhe me jetu atje me bëu hijret në Medinën e ndryshme. Këto kanë qenë sprova të rënda për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por se këto janë mësim për neve. Se saj që ndryshëm ka qenë pejgamberi alayhis salam. Se si na ka mësuar neve sepse fa Allahu na kama ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Se na nuk kena dërguar ty o Muhammed për diçka tjetër, vetëm se mëshirë për gjithë bota. Çfarë mëshire? Mësim për gjithë neve. Shkollë për gjithë neve. Pejgamberi alayhis salam përveç se ka qenë pejgamberi i Allahut në tokë, ajo ka një shkollë që ka ecën në tokë. Kana Kur'anan yamshi ala al-ardh, Kur'an që o aleikum salam. O konë në Kur'an pejgamberi sa që ka ecën mbi tokë, ka treguar se si duhet me ecë, ka treguar se si duhet me fol me njerëzit xahila, si duhet me fol me njerëzit ignorant, si duhet me fol me njerëzit me një vllaj. Wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Edhe kur I drejton aty njerëzit ignorant me fjalë të ndryshme, me fjalë jo të hishme, qalu salama, drejtoi atyre me fjalë të mira, me paqe edhe selam. Sto prej neve I përngjasojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm 1% në jetën e tina.
Na pasuna pejgamberin selam. Çuçi pasuna pejgamberin selam, po ne falna me tekbire, unë që i ishtin kur rrim të shahudon i kam pantull të shkurtën e kam mirë. Në rregull, këtë kjo është duke se si është do pejgamberi alayhis salam. Sa i përngjason jetën që e ka bu ai. Në jetën që ka bu pejgamberi selam, sa i përngjason te atina. Në raport me gruan e tina, në raport me fëmijën, në raport me të afërmit e tina, me fisin e tina, në raport me kujshit. Në raport me njerëzit e rrugës, në raport se kur ti flet, në raport se kur ti çështje se ti si qesh, si çon, sa adhuron Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sa u kon për njerëzit që e ka postë të sigurum xhenetin. Porse gjatë natës ju kanë ajën kont, ju kanë çau kont duke për shkak të namazit gjatë që ka bërë për Allahun subhanahu wa taala. Ai thotë Aisha radhiyallahu anha. O i dërguari i Allahut, a nuk ta garantua Allahu që ti nuk i me pasën mëkate edhe a nuk është Allah që ta ka garantuar ty edhe xhenetin? Thot padyshim se po. Afala yakunu abdan shakura, thot a nuk mjafton, a nuk do që unë më kon rob falëndërues? A nuk që unë do të më kon rob falëndërues? E ka gjetë pejgamberi sa mënyrën që për me falëndëruar Allahun subhanahu wa taala për atë begati që ja ka dhënë atina përmes namazit natën derisa ju kanë ajë edhe konto dhe ju kanë çao duke bërë namaz për Allahun subhanahu wa taala. Vajte tash secili prej neve ti njihemi të mira që na ka dhënë Allahu neve. Edhe përveç tyre të mira që Allahu na ka dhënë neve, sa e falenderojnë Allahun na, me çfarë vepra falenderojnë Allahun na. Shëndet, pasuni, fëmijë, gjitha të mirat. Gjitha të mirat. Vetëm se shëndeti është kulmi i kësajna. Fëmia janë kulmi i kësajna. Me i pasën është kulmi i kësajna. Po shka e mbëlon gjithë to është të ka udhëzuar në Islam, të ka bue pasues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa je falendërues. Apo sa jemi falëndërues. Sa bojna dhikr për sa ndami prej ditës tonë, prej kohës tonë që me falëndëruar Allahun subhanahu wa taala. Pastaj me qenë të bindshëm në ato se çdo sen që na sprovon neve nuk vjen për diçka tjetër, vetëm se e ka një hajër për sajna. Thot Hasan al-Basri se kush e njeh Allahun subhanahu wa taala, kush e ka njoftë Allahun subhanahu wa taala nuk tronditet prej sprovave që Allahu ja dërgon atina. Ai e sheh pas tyre mëshirën e tina. Inna ma'al usri yusra. Padyshim se me vështirësinë vjen edhe lehtësimi. Kur Allah e dërgon një sprovë për ty, ai me ato e dërgon edhe mëshirën bashkë. Ato vijnë bashkë paketuar. Vetëm se ti dush me bue sabër në ato se çka është për me nalt paketës që me emri ato që është poshtë. Sprova edhe mëshira Allahut vijnë bashkë me një paketë. Përse na nuk bëjna sabër edhe lojna edhe sprovë, nuk bëjna sabër sprovë, e humbi edhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu tha në Kur'an, inna ma'al usri yusra. Me vështirësinë vjen lehtësimi, jo pas vështirësisë, por se me vështirësinë vjen edhe lehtësimi. Thotë Ibn Kaimi Allahu më se sprova është sikur se shiu. Sprova është sikur se shiu. Nëse bie mbi një tokë të mirë, ajo jep fryte të mira. Por nëse bie mbi një tokë të thatë, ajo nuk lind asgjë. Çka do të thotë me këtë? Sa sprova është sikur se shiu. Që bime një tokë mirë. Toka e mirë është zemra jote. Është imani jot. Nëse e kije këtë zemër të mirë, në shtrumen dhe Allah subhanahu wa taala, padyshim se kime dhënë edhe frytet mira që janë veprat e tua, durimi për Allah subhanahu wa taala. Por nëse e ke ngurthuar zemrën, edhe e ke tha zemrën tënde, e ke prish tokën, duke i bërë gjinohet ndryshme Allah subhanahu wa taala, gjinohet shumëta pa istikfar, padyshim se edhe sprova që bjen ajo më nuk jep kurrë, e hub këtë bereqitin e saj. Që ndodh që robi përmes një sprovës me humb edhe imanin tina Allah na ruaj pesë. Prandaj Omer ibn Hatabi radiallahu anhu thoshte se tre gjëra i duhet tek sprova që Allah subhanahu wa taala i dërgon tek ne. E para që sprova nuk është më e madhe. Që sprova që ta ka dërguar Allahu ty nuk është më e madhe se sa ajo që ta ka dërguar. Është sa ti e përballon. E dyta është që Allah subhanahu wa taala ma ka dhënë durimin që ne me i bëu sabër, me i bëu dorën, që sa sprova që e dërgon ai tek ne. Edhe e treta është që sprova është në këtë botë e jo në ahiret. Këto trija thot Omer ibn Hatabi që i duhet të një sprovë, të një bela që Allah e dërgon tek na. Që nuk është më e madhe se çajo, që kena durim për ato, edhe që sprova është në këtë dunjë në ahiret. Andol Allah subhanahu wa taala i sprovon njërin në ahiret po ndodh. Sprova e fundit që pranon është ura e siratit. Është testi që a kime kalu ti urën e siratit apo nuk kime kalu urën e siratit. Sprova tjetër është që shpërndarja e librave me veprat e tona, në dorën e djathtë apo në dorën e majt. Para neve, para fytyrës tonë apo mbas shpinës tonë Allah na ruaj prej sajna. Tjetra është se sot Allah subhanahu wa taala nëse neve kur na sprovon neve, na sprovon më shumë se sa uria apo lufta.
Sprova e pasurisë është për sprovës më të rëndë që është prezente në kohën tonë që bëhet shkak që pasuria shumë me i bën njerëz me harru Allahun subhanahu taala. Tjetra është sprova e epsheve edhe e dëshirave të kota që në kohën, sidomos në kohën e rrjeteve sociale, në kohën e internetit, ku njerëzit janë dhënë mas telefonit edhe mas televizorit shumë, duke i dhënë shumë kohë të madhe, kohë gjatë rrjeteve sociale edhe ndenjes, duke i kushtuar kohë gjatë ditës tyre për me kaluar në rrjetet sociale video të ndryshme, e që është kjo koha edhe sprova e epsheve që vazhdon njerëzit me i largue prej namazit me xhamat, me i largue njerëzit prej dhikrit ndaj Allahut subhanahu taala, me i largue njerëzit nga leximi i Kuranit apo nga vepra të mira të cilat bëhen shkak që me fituar xhenetin, e që me sprovë telefonit, me sprovë të rrjeteve të ndryshme, që vetëm se ja mbyll vetes tonë rrugët e mëshirës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Treta është sprova e zemrës. Te sprova e zemrës janë mërzia, te sprova e zemrës janë zilia, inati që e kena, te sprovat e zemrës është përgojimi, te sprovat e zemrës është edhe mendjemallësia të cilën e kena. Sprova e zemrës është që për çdo se me vazhdu me pas inati dhe me hetën me atë inatin e madh për to. Për njerëzit, duke mos fol me kërkon mirë. Tjetra është përgojimi i madh të cilin e bojna çdo ditë më shumë, e bojna secili prej neve, e bojna për njerëz. Mendjemallësia të cilën e kena. Për shkak një pozitës që e ki, për shkak një pasionisë që e ki, për shkak një titulli, se ke krye disa fakullete, ki disa titull që e ki, apo për një shkak një punës që ti e kije, vazhdon me ecën me mendjemallësi. Thotë Allahu në Kur'an. Apo esni në për tokë, wala tamshu fil ardi maraha, edhe mos esni në për tokë me mendjemallësi. Sepse ti as nuk je prej atyre që i kime iman kodrat, as nuk je prej atyre që ti zotron diçka. Përkundazi, për mos me thonë shumë e banalitet, njeriu është vetëm një pikë ndërtësire që ka dalë prej 2 organeve gjinitale. Ç'ky është njeri? Është një pikë e ndërtë që të obligon për me marrë gusull e që del përmes 2 organeve gjinitale. Ti kime kon me një malë, ti kime pas që të gjili, ti kime pas që të rejtë, ti kime i pas që të sene, nuk jeti aj që dush mi pasën këtu. Sepse dush me e kujtue se pe ku je konën, pe shkat ka kriju Allahu ty, prej ku ke dalë, ku je rritë dhe pastaj pe shkat ke dalën në dynja. Edhe kjo është që se pastaj se ku keme përfundue në varën Allah subhanahu wa ta'ala. Thotë Allah në Kur'an, wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna, sepse na i sprovojna me sprovu ata me të keqe edhe me të mirë. Ka Allah që dërgon sprova për të keqe, ka tjera që Allah subhanahu wa ta'ala dërgon tek njerëzit sprova që për me i vënë mirë tyre, për me i rrit ata, për me ashtu atyre devotshmërinë edhe në shtrimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj, ajo se çka duhet me editën, edhe duhet me mësues mirë për ne se si me i përballuar ato shtyre sprovave. Si me i bë, si me atit një derë në prag këtyre sprovave. E para është durimi, sabri. Thotë Allah në Kur'an, inna Allaha ma'as sabirin, sepse Allahu është me durimtarët. Pastaj durimi është i 3 llojeve. Durimi në bindje ndaj Allah subhanahu wa taala, durimi në largimin nga mëkatet, edhe durimi në përballimin me caktimin e tina. Durimi në bindje ndaj Allah subhanahu wa taala për me adhuruar Allahun sa më shumë. Durimi në largimin nga mëkatet për me larguar shikimit në haram, për me ju largue përzirjes në haram, për me ju largue të folurit në haram, për me ju largue shumicës gjërat të cilat janë ndaluar për me i bëhe e që vazhdojnë na me i veprue. Edhe tjetra është durimi në atë se çka e ka caktuar Allahu me bu durim, se kjo është caktimi i Allahut, me ja bë vetes me dije se çka është ashtu ndodh mua, nuk është vetëm se është kader prej Allah subhanahu wa taala. Tjetra është me bu dua, me bu istighfar. Kur njeriu bie në sprova, mos kërko dalje prej njerëzve për vetëm se vazhdo me kërkue ndihmë te Allah subhanahu wa taala. Kur e keni sprovë, mos troket nderin e dikujt prej njerëzve. Por se troket nderin e Allah subhanahu wa taala. Çdo herë ai i cili ka vazhduar me trokim nderin e njerëzve, çdo herë është kthyer pas asaj dere vetëm se i nënçmuar. Dorsa çdo herë që njeriu vazhdon me trokim nderin e Allah subhanahu wa taala, nuk i mu kthy asnjëherë dur thot. Ud'uni astajib lakum fa Allahu nukram. Bëni dua mua, unë ju përgjigjem juve. Është premtimi i Allahut që na ka dhënë neve, bëni dua, unë ju përgjigjem. Fadhkuruni adhkurkum, më kujtoni mua, unë ju kujtoj juve. Unë ju kujtoj juve. In shakartum la azidannakum, nëse jeni falëndërues, unë kam e vazhduar dhe më jashtu ato juve.
Nëse jeni për atyre që i bëni istikfar Allahu subhanahu wa taala, Allahu nuk është atyre që vazhdon me ju dënu juve. Këto janë 4 premtime që Allahu i ka dhënë për neve në Kur'an. Premtime që nëse na vazhdojmë me i bëhe, vetëm se përgjigjja dhe shpërbimi vjen padyshim. Tjetra është rikthimi te Kur'ani. Këto e kena përmend shumë herë. Këtë çështje e rikthimit te Kur'ani ose te Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kena vazhduar me përmendën dhe përsëritën disa herë. Porse me të vërtetë nuk ka diçka e cila vazhdon me shpëtue robin përveç se rikthimi i tij te libri i Allahut subhanahu wa taala. Rikthimi i tij te fjala e Allahut subhanahu wa taala. Jo me lexuar elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim edhe mos me ditë ti çka i të thon. E marr me elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim me lexuar me kuptim, me përkthem edhe me vazhdim me meditur atyre ajeteve, nëse dëshiron që nesër ku të vjen sprova me i bolti asajna. Për urtësijës që pse Allah subhanahu wa taala e ka zbrit Kur'anin gjatë 23 viteve, është linuthet bitek fuadek. Tha Allah nuk nam për shkak se më ia forcua zemrën ty o pejgamber edhe besimtarëve. Ka zbrit ajet për ajeti që më ia forcua Allah subhanahu zemrën pejgamberit sallam edhe më ia forcua sahabët tina edhe gjithë besimtarëve. A nuk kërkon e mundur për Allah subhanahu që Kur'ani më zbrit për një herë të rinë? Kjo kon shumë e kun feyekun bëhu edhe ajo bëhet. Përse leximi pastaj tek na vlen, leximi ajet për ajeti. Meditimi ajet për ajeti e bën që ti me u nështru te Allahu subhanahu wa taala edhe me u kon kjo rrugë dalin në sprova që i dërgon Allahu tek ne. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, a nuk është me dhikrin e Allahut, me kujtimin e Allahut, me leximin e ajeteve të Allahut subhanahu wa taala forcohen këto zemra edhe qetësohen këto zemra padyshim. Padyshim se kjo është diçka që Allahu e ka garantuar në librin e Tina. Edhe tjetra çka na bën neve për më kon qëndrueshëm në sprova që Allahu subhanahu wa taala i dërgon tek ne është mirënjohja në çdo rrethon. Me që mirënjohës për çdo rrethon të cilën ti je. Me vazhdu edhe me ditën se kjo është caktimi i Allahu subhanahu wa taala. Kur e kam pyet Imam Aliun radiallahu anhu se çka është devotshmëria, thot ar-rida bil qalil, thot mu kënaqen me pak. Mu kënaqen me pak edhe me ditë se çdo sen që na godet neve është vetëm se caktimi i Allahut subhanahu wa taala, edhe e fundit është me besue se një ditë prej ditëve kena mu kthye te Allahu subhanahu. Kjo është devotshmëria e njerit. Kjo është devotshmëria e njerit, është që me vazhdu me vepru vepra të mira, me u kënaqen me ato se çka Allahu ta ka dhënë ty, edhe me u kon mirënjohës për çdo rrethon që Allahu të ka shpëruar. Nëse falenderon, Allahu vazhdon me ta shtuar ty. Nëse duron, Allahu të shpërblen për ato. Pastaj besimtari gjithmonë fiton për kësaj. Besimtari edhe nëse e sprovon Allahu çdo herë është fitimtar. Edhe fundi është që ja përmend, ndoshta dikush prej neve është i sprovuar me shëndetin e tij. Ndoshta dikush prej neve është i sprovuar edhe me humbjen e njerëzve më të afërt, prindve apo dikush fëmijë apo gjëra apo më dashurit të cilët na i kena në këtë dynjë, apo dikush është i sprovuar edhe me vetmin, dikush është i sprovuar edhe me pasurinë e gjëra të ndryshme. Por sa ajo se çka duhet me ditën është se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, është e çuditshme me çështjen e besimtarit. In amruhu kulluhu khair, sepse çdo gjë që cila e godet atë vetëm se është për të mirën e tij. Çdo caktim që Allah subhanahu wa taala e ka caktuar për ty, duhet me ditë ajo është në hajrin tënd. Është hajri tënd se Allahu të ka zgjedhën për njerëzit që me të sprovue. Na duhet me umërzitën te Allahu subhanahu wa taala momente që na nuk sprovojmë. Vazhdojnë me shkuet ty ditat këtë në rregull, këtë rahat, këtë mirë. Nuk po sprovohesh me kur gjë nuk po të prishet. Çfarë dush më mërzitën? Sepse Allahu nuk po më sprovon mua. Kjo ka qenë jeta të cilën e kanë bërë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur Allahu nuk i ka sprovuar ata kanë shkuar dhe kanë lutur Allahun dhe kanë bërë dua sepse Allahu nuk po i sprovon ata. Se Allahu kur sprovon ty të ka zgjedhën për njerëzit që i don për me sprovu, me t'i falë mëkatet edhe me të ngritë në xhenetin e tij Allahu na bën fitina. Prandaj përveç provës që e kena në fund Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, fa sabrun jamil wallahu musta'an. Durimi është edhe më i bukur dhe ndihma është vetëm prej Allahu subhanahu wa taala. Fa sabrun jamil, durimi ndaj gjitha provave është edhe më i mirë se për çdo vepër të cilën na mundna me bë. Wallahu musta'an, edhe sepse Allahu subhanahu wa taala është ndihma vetëm e cila na vjen neve. Prandaj Allahu na bë për atyre të cilët
çdo herë që na sprovon Allahu jam të durueshëm, çdo herë që na begaton Allahu me diçka jemi për aty të falenderojmë ato. Elusim Allahun subhanahu wa taala që për çdo mëkat që e kena bëu dhe vazhdon me bëu Allahu me na fal neve dhe me pranu pendimin ton. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na bëu për aty të përpiqen vazhdimisht për me bëu vepra mira për me shtu adhurimin tek ai. Elusim Allahun subhanahu wa taala që në çdo gjendje Allahu me na forcu neve dhe me na bëu për aty të cilët mbështeten tek أي أقول ما تسمعون وأنا خلفه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم